këtë momente, Anesti, është duke folur zoti Belind Këlliçi, ne shkëpusim lidhjen tonë për të dëgjuar zotin Këlliçi dhe pastaj do të rikthehemi sërish së bashku me lidhjen tonë të DPD. Faleminderit, Anesti. Që bllokoi projektin politik kriminal i cili synonte izolimin përfundimtar të opozitës në Shqipëri. Pjesa e parë e skenarit ju doq në duar autokracisë elektorale, që kërkon me çdo kusht vijimin e tij, shndërrimin e Shqipërisë në një vend ku rotacioni të jetë realisht i pamundur. Ajo që ndodhi në zgjedhjet lokale të vitit 2023 synonte zhdukjen përfundimtare të partisë së parë opozitare në vend. Pa vull, pa logo, pa financa, pa minutazh mediatik, por me të vetmin parim që pushteti kriminal i Ramës nuk ka arritur ende ta blejë rezistencën e demokratëve patriot, ne u futëm në një fushat më të pabarabartën në historinë e pluralizmit shqiptar. Mbrojtja e Partisë Demokratike në fakt u njësua me mbrojtjen e vetë idesë së demokracisë në këtë vend. Përballë kishim jo vetëm administratën, propagandën e egër, por dhe një model të tërë pushteti që funksionon si korporat e frikës dhe e shantazhit. Edhe pse ne gjithë e dinim, edhe pse unë personalisht e dija, se kisha përballë organizata kriminale, përfshirë dhe atë 5D-n, hoqador nga ulësja e sigurt e Kuvendit Republikës Shqipërisë, për të kërkuar votbesimin tuaj si kandidat në garën për Bashkinë e Tiranës. Ende sot, u jam mirënjohës mbi 100.000 qytetarëve që votuan kundër makinerisë së shfrenuar elektorale të rilindjes, jo vetëm për një kandidat, por për të drejtën legjitime për të mos u ndier peng në qytetin e tyre. Ato vota faktuan se ne ishim përfaqësues të shqiptarëve që refuzojnë modelin kriminal të një narkoshteti, që refuzojnë shpopullimin, vrasjen masive nga ndotja e ajrit, lëngimin e arsimimit të fëmijëve. Pas të gjitha shpifjeve dhe goditjeve diabolike, monstruoze, që morëm në fushat, unë dhe zbashku ju të gjithë që jeni në këtë sallë e të gjithë demokratët e kryeqytetit. Nuk quam në asë një moment në mendjen tonë faktin që të ndalonim, por përkundrazi, betejën e kishim si një mision për të zhdukur një herë mirë farën e keqe në krye të qytetit tonë të dashur. Dhe të gjithë bashkë ja dolëm që Erion Veliaj sot të jetë aty ku e meritonte prej kohësh. Zgjedhjet humbën një kuptim të plot dhe funksion në tyre, por ne nuk u ndalëm, sepse premtimi i rithemelimit që atuja e vetme për demokratët. Pushteti nuk kërkonte vetëm të fitonte ndaj Partisë Demokratike, por ta kthente atë në një relike muzeale të tranzicionit shqiptar, në një simbol pa forcë, një emër pa nerv, një opozit dekorative që duhet të ekzistonte vetëm si një alibi për fasadën demokratike të regjimit. Në 2020, edhe pse jo me rezultatin që punuam të gjithë bashku, edhe e kërkuam fakt, sepse garonim përballë një partie narkoshteti, sërish ne në këmbë na mbajti rezistenca. Trokritëm në çdo organizatë ndërkombëtare për të faktuar se në Shqipëri tashmë nuk ka më zgjedhje, por ka farsë elektorale. Nuk ka më program, por ka patronazhist. Nuk ka më vizion, por ka grupe kriminale. Sërish, demokrat, ne bashkë ja dolëm. Sot çdo kancelari ndërkombëtare është e informuar mbi shtetin kriminal dhe patronazhist e Edi Ramës. Faktet e opozitës tashmë janë 32 kushtet e shtuara për integrimin e vendit në Bashkimin Evropian. Sot opozita shqiptare nuk konsiderohet më si problemi, por është alarmi që gris perden e hekurt të propagandës dhe lobuesve të autokratit Rama. Leta themi troç, nëse rithemelimi nuk do të kishte ndodhur, sot ne nuk do të mund të diskutonim për një riset, për modernizim, për ripërtëritje apo për rotacion. Do të diskutonim vetëm për fundin politik të opozitës shqiptare. Andaj, rithemelimi ishte kushti parë i shpresës. Momenti kur Partia Demokratike refuzoi të firmoste kapitullimin. Nuk do të kishte të ardhme politike të Partisë Demokratike pa atë refuzim historik për të dorëzuar, dhe kjo në fakt është një merit e demokratëve, e njerëzve që qëndruan këtu, sepse nuk kishin më asgjë përveç bindjes tyre. Në kohën kur shumë kush largohej nga politika si nga një ndërtesë në zjarr, demokratët hynë sërish brenda saj për ta shpëtuar atë, dhe kjo nuk do të harrohet kurrë. Por sot, pikërisht sepse e shpëtuam Partinë Demokratike pas rezistencës,
pas betejave, pas mbijetesës, ne të gjithë kemi detyrimin moral të bëjmë pyetjen që ndan partitë historike nga ato kalimtare. A e shpëtuam ne Partinë Demokratike vetëm për ta mbajtur atë gjallë, apo për ta bërë më të madhe se vetja? Dhe a u përmbush plotësisht premtimi i rithemelimit? Rithemelimi ishte premtim për ripërtëritje politike në kuptimin më fisnik të fjalës, një parti demokratike më e hapur, më moderne, meritokratike, më tërheqëse për shoqërinë shqiptare. Ndaj, ky kuvend duhet të jetë prova jonë gjenerale para shqiptarëve, si për reflektim të sinqert, ashtu dhe për gatishmërinë si një qeveri në pritje. Le të bëjmë, të dashur miq, disa pyetje të pashmangshme. A e ndjen sot veten plotësisht në shtëpinë e vet i riu shqiptar që nuk pranon të jetë me standardin e ulët të këtij regjimi? A e gjejnë veten tek ne profesionistët që u përjashtuan jo sepse nuk dinin, por sepse nuk u përkulën kurrë? A e ndjejnë Partinë Demokratike si adresën e tyre intelektualët që refuzojnë propagandën si një mënyrë jetese? A i kemi afruar realisht ne gratë dhe zonjat e këtij vendi, ato që mbajnë familjet, bizneset, universitetet, spitalet dhe institucionet? A e kemi bërë ne PD-n, shtëpi natyrale të diasporës shqiptare, të atyre që u larguan jo nga mungesa e dashurisë për Shqipërinë, për vendin e tyre, por nga mungesa e ajrit dhe meritokracisë për të jetuar një jetë normale në vendin e tyre? Dhe pyetja më e rëndësishme, a kemi ditur ne t'i hapim dyert për mendjet novatore, për energjitë e reja, për ata që nuk kërkojnë privilegje, por që kërkojnë vetëm një hapësirë për të kontribuar? Koha e mbijetesës, dashur miq, u mbyll, dhe një parti që ka kaluar përmes zjarrit nuk e ka luksin të sillet si viktim, sepse ne nuk kemi qenë të tillë në rithemelim e nuk mund të jemi të tillë në ripërtëritje. Dhe këtu dua të ndalem tek një çështje që kërkon pjekuri historike nga secili prej nesh. Unë besoj se demokratët nuk e kanë luksin të fragmentohen pafundësisht në partitë vogla, që ushqejnë nga të njëjtat plagë, nga të njëjtat zhgënjime dhe nga e njëjta histori, sepse përballë në fakt ne nuk kemi një kundërshtar normal politik, por një sistem që ka investuar prej vitesh e vitesh me radhë në përçarjen e çdo alternative që realisht mundet të rrezikojë regjimin. Ndaj sot, më shumë se kurrë, ne të gjithë duhet kuptojmë se bashkimi nuk është një kompromis dobësie, por inteligjencë politike për të kuptuar të gjithë momentin historik politik. Dhe momenti historik është ky: ose opozita bashkohet rreth një projekti modern, të hapur, serioz qeverisës, ose regjimi do të vazhdojë të fitojë jo nga forca e tij, por nga copëzimi ynë. Pushteti aktual nuk mbahet vetëm nga propaganda, por edhe nga perceptimi se alternativa ende nuk është bërë shumicë morale. Detyra jonë, dashur miq, dashur demokrat, dashur shqiptar, është të bindim Shqipërinë se Partia Demokratike nuk është më vetëm partia e rezistencës, por partia ku mund të bashkohen energjitë më të mira të këtij vendi. Në Ballkan, pushtetet nuk bien vetëm sepse lodhen, por edhe kur njerëzit fillojnë besojnë se alternativa në fakt është më e sigurt se frika. Ky është misioni ynë sot. Jo thjesht të fitojmë zgjedhjet e ardhshme, por të rikthejmë besimin se politika mundet të prodhojë ende dinjitet, standard dhe shtet. Dhe ky në fakt është riseti i vërtet i Partisë Demokratike të Shqipërisë. Ju faleminderit. Faleminderit zoti Kolliçi. Ftoj në podium Azem Hajdari. Përgatitet Greta